Maska me vaj ulliri që i ka habitur të gjitha gratë, provojeni dhe do befasoheni. Për heqjen e zbokthit tashmë mund të përdorni vaj ulliri dhe vaj guri. Mjafton që ju të përdorni të përzjera bashkë të dy përbërësit. Sa për vajin e ullirit, një lugë gjelle e vë në një filxhan dhe pasi nxyen mollzat e gishtave, e kalon në përflok tek rrënja e tyre dhe kuptohet duke lagur të tërë kokën. Këtë bëjeni rreth gjysmë ore para se ju të lani kokën dhe kur ta lani do shikoni që zbokthi paksohet dhe floku juaj do të shkëlqejë, por të njëjtën gjë mund ta bëni edhe me vaj guri. Mjafton të lyeni skalpin e kokës dhe flokët me kujdes me këtë vaj dhe ta lini të qëndrojë për disa minuta dhe pastaj shpëlajini kokën me ujë të vakët. Në momentin që dëshironi që ju të lyeni kokën me vaj guri, duhet të zgjidhni një ditë që nuk keni angazhime të mëdha pasi ka një aromë të pakëndshme.